Prandaj themi as ezani as namazi janë gjuhë statike, gjuhë, domethënë që apo është gjuhë e cila vetëm kështu pranon, ndryshe nuk pranon. Sa i përket pse asaj, se kemi na disa shqiptarë që më thojnë se janë shumë patriota, edhe mund të na kundërshtojnë pse. Themi, domethënë se çdo shkencë, çdo rregullore i ka parimet e veta. Nëse gjuha e teknologjisë, gjuha zyrtare është gjuha angleze, kurse e mjekësisë është gjuha latine, themi se gjuha e fesë islame, gjuha zyrtare është gjuha arabe. Edhe këto tekste, siç është namazi, këto adhurime dhe rite duhet patjetër të bëhen në gjuhën ashtu siç ka thënë Allahu, gjuhën arabe. Pastaj vijnë tjerat, mbajtja e derseve, shpjegimi i fesë, komentimi i Kuranit, përkthimi i gjitha lejon gjuhën shqipe dhe s'ka kurrë problemi. Kurse, domethënë përderisa neve pranojmë si gjuhë zyrtare në medicinë, ato latine ose në teknologji ose në kompjuterik, gjuhën angleze, pse mos e pranojmë gjuhën arabe, ato të adhurimeve. Edhe pse ata që na kundërshtojnë me këtë se po të kish qenë shqip unë do ta kryeja, neve i themi se kjo është vetëm arsye tim për të kap dikun për të largu prej adhurimeve. Nuk është nga besimi dhe sinqeriteti, por është vetëm me gjetë vegza edhe arsye, sepse nëse do të ishte nga patriotizmi yt aq i madh, atë nuk do t'i pije barnat edhe nuk do t'i merrje recetat e as analizat e mjekëve në gjuhën latine, po do të kërkoje shqip. Me nësi ti vetëm kërkon ilaç, nuk të intereson çfarë gjuhë është e shkruar. Kështu edhe feja, më nësi është që ti ta krysh adhurimin pa të interesuar shumë kjo gjë. Pastaj kemi edhe ato patriota të cilët kam pas rastin të takoj dhe bisedoj me ta ku kisha në gurbet me njërin një bisedë, edhe më tha, nëse e bani në gjuhën shqipe namazin, do të veu në xhami. Edhe pas një bisede, debatit vogël edhe me mirë kuptim, shkova në shtëpinë e tij, edhe po i shoh fëmijët e vet që flisnin gjermanisht në shtëpi. Edhe pastaj e kritikova atë patriotizmin e tij, thashën thojza, që ai kërkon namazin me bë shqip, kurse fëmijët e vet nuk dinin shqip, edhe thonin neve jemi gjerman. Kur i pyeta pse apo gjysmë gjerman, më i saktë jam, pse thotë për arsye se prindrit i kem gjerman, shqiptar më fal, kurse na kemi lënë në Gjermani. Edhe aty pastaj unë reagova pak si domethënë rrept jo ndaj këtij, po ndaj asaj bindje të gabuar dhe mos punës tij. E kështu domethënë ju themi këtyre njerëzve se kjo është bindje e gabuar, domethënë që nuk duhet të bëhet sebeb shejtani me këtë bindje për të na larguar nga namazi. Lut Allahun që të na udhëzojë gjithë në rrugën e drejtë. Dikush thotë Zoti nuk e di gjuhë tjera, po Allahu Azza wa Jalla i di gjitha gjuhët, edhe Allahu është krijuesi i gjuhëve. Por se Zoti ka vendosur rregulla, edhe ashtu duhet të nënshtrohemi se Allahu është vërtet që i di gjuhët. Allahu, nëse shkojmë kështu në këtë mënyrë zinxhirore, atëherë vjen pyetja tjetër, Allahu s'ka nevojë për namazin ton. A ka nevojë për namazin ton? S'ka nevojë. Atëherë bie që të mos e falim në namazin. Por nëse as për agjërimin ton s'ka nevojë, se as nuk i rritet ymri, as nuk i shkurtohet, as nuk i rritet fama apo shteti, as nuk i humb, as nuk bëhet më i fuqishëm, as më i dobët. Ai mbetet Zot se i tillë është. Por nëse hym këtë asë, atë domon na çilen shumë rrugë. Kështu ka thënë Allahu edhe kështu mbetet. Kështu Allahu ka thënë 5 vakte mi fal, ashtu mbetet. Pa hyrë në detaje pasaj se a përfiton Zoti, a i din gjuhët apo jo. Andaj edhe neve themi, ai i cili don, le të falet kështu. Kjo është prej parimeve primare të fesë që nuk guxon ndryshtohet, dhe në momentin që dikush mundohet me bë diçka, domethënë shembull, nëse dikush jep fetva se bën edhe shqip më u fal ose anglisht ose ku e diçka, ai del nga feja. Ai del nga feja. Lutë Allahun të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Amen.